Është dënuar me 13 vite burg Dushko Arseq për krime lufte ndaj popullatës civile. Arseq akuzohet nga Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës se ka kryer krime lufte ndaj popullatës civile në periudhën e luftës në vitin 1999 në Butovës të Prishtinës. Vendimi u dha sot në gjykatën themelore të Prishtinës nga kryetari i trupit gjykues Vesalis Mojli. Një zëre në emër të popullit merr këtë takgjykim. Ndaj të akuzuarit Dushko Arseq me shënime personale si në shkresat e lëndës dhe të njëjtën në shpallje fajtor për kryerjen e veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile, vepër e sankcionuar sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të ish ligjet penal të RSFJ, ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. E gjykon me dënim burgu në gozgjate prej 13 viteve, me të cilin dënim do të llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit